përshëndetje dashurinjtë e mirë se erdhat. Jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan, ndërkohë që do të zhvendosem në këndin e studios sepse do të jemi me një lidhje direkte me njerë, sepse ju e dini natën e mbrëmshme në Tiranë të paktën janë ndjerë lëkundje tërmeti, të cilat shumë kënde kanë zgjuar nga gjumi. Ndaj edhe për këtë arsye do duam të marrim pak më tepër informacion në lidhje me tërmetin prej 4.3 ballësh që ka goditur Shqipërinë. Nëse e kemi në këtë moment në lidhje direkte, atëherë presim sismologun me cilin ne do të flasim pas pak dhe do të përpiqemi të marrim një informacion më shumë në lidhje me këtë tërmet që ka goditur Tiranën më shumë. Dhe Durrësin në fakt, vendet ku janë ndjerë këto goditje. Epiqendra, sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Gjeoshkencave IGEO, është regjistruar pranë zonës Nikël në Durrës në një thellësi prej vetëm 5 kilometra, dhe ndoshta kjo e ka bërë që edhe goditjet të ndjehen, lëkundjet të ndjehen natën, edhe thash edhe një herë shumë kënd, ta ketë zgjuar nga gjumi. Nuk e di zonat e publikut mbrëm keni jeni zgjuar të gjitha mbrëm, sepse në fakt ishte goxha i fort, por duket sikur ja kemi marrë dhe jemi mësuar tashmë tërmetin, jam e sigurt që kush u zgjua u kthye sa mbaruan luatjet, u kthye nga ana tjetër dhe vazhdoi gjumin. Atëherë, ka pasur disa lëkundje, në fakt edhe që kanë vazhduar edhe më pas, po më të lehta, a duhet të shqetësohemi apo jo? Këto janë pyetjet që ne kemi, nëse mund të ketë një goditje tjetër apo jo, po besoj që duke ardhur duke ushuar sipas të dhënave që janë shpërndar, edhe sipas asaj që tashmë ne kemi mësuar nga gjithë kjo përvojë me tërmetet të vitet e fundit, pra në momentin që goditja më e fortë ndodh dhe më pas të tjera të vinë dhe janë më të lehta, tregon që ajo ka qenë goditja më e madhe. Nëse kemi të mundur në këtë moment sismologun, do doja shumë të lidheshim në fakt edhe ta kishim informacionin prej tij për të kuptuar se çfarë po ndodh. Atëherë do ta kemi pak më vonë? Ndoshta është një moment teknik? E kemi më vonë apo jo? Një minutë shumë, se një minutë në televizion është shumë, të dhoni një minutë. Ja, e kemi, jo një minutë, një sekond po. E kemi sismologun e njohur Rapo Ormoni, mirë se erdhët zoti Rapo, faleminderit që jeni me ne. Mirë, faleminderit juve. Atëherë, sigurisht që kemi pyetje shumë, por nga ana tjetër kemi fituar edhe një lloj sigurie tashmë, me tërmetet, aq më tepër që kemi mësuar që ne jemi një zonë sismologjike, lëkundjet janë të herpashershme, dhe nëse një lëkundje e fortë shoqërohet me disa më të lehta më pas, kjo është një shenjë e mirë apo jo? Si do ta gjykoni ju këtë tërmet që ka rënë dje brenda? Kjo është një shenjë e mirë që njerëzit janë të njohur me këto probleme dhe qetësohen dhe vetë. Po, kthehemi nga ana tjetër, thash mbrëm kjo ka ndodhur. Po, zoti Ormoni. Na flisi pak për tërmetin nëse keni mundësi, aq informacion sa keni grumbulluar ju dhe çfarë përfaqëson kjo goditje, le të themi, me këtë lloj magnitude prej 4.3 ballësh. Po, ky tërmet me magnitudë 4.4 të shkallës Richter me epiqendër në afërsitë të Kamzës dhe intensitetin e epicendër 5 deri në 6 ballë, i cili është ndjerë mbi 5 ballë në zonën e Tiranës, Krujës dhe Durrësit, po ai është ndjerë 4 deri 5 ballë në Elbasan, Burrele dhe Burqiz, është ndjerë gjithashtu në një zonë më të gjerë, 4 deri 5 ballë, është ndjerë në Lushnjë, Shkodër, Peshkopi, Ulqin 4 ballë, pra dhe ai është ndjerë pastaj mbi 3 ballë në një zonë më të gjerë në Shqipërinë jugore, por është ndjerë gjithashtu edhe në jashtë territorit, në Martëzi, në Kosovë dhe në Maqedoni. Tërmeti është shoqëruar, kuptohet, është një tërmet i cili është shoqëruar me paragoditje, rreth 5 paragoditje që arritën deri në magnitudën 2.2, por mbas goditjes kryesore me 4.4 të shkallës Richter, ai është shoqëruar edhe nga një seri pas goditjesh, nga të cilët rreth 10 prej tyre janë me magnitudë 2 deri 2.7 dhe 2 prej tyre janë me magnitudat mbi 3. Njëra është 20 minuta më vonë me magnitudë 3.5 dhe pastaj tjetra është shumë orë më vonë me magnitudë 3.2. Pra tregon që është një tërmet i cili ka ciklin e tij, pra me paragoditje, goditjen kryesore dhe mbas goditjes që na qetëson, domethënë që është pas goditjes vjen duke u zvogëluar dhe tërmetet të tilla me këto magnituda të shkallës 4.4
katër bie në gjithë territorin e vendit tonë, aq më tepër në këtë zonë që siç e dini është një zonë aktive dhe këto tërmete quhen tërmete të vegjël, janë tërmete të cilët nuk shkaktojnë dëme, por janë tërmete të cilat vetëm ndihen nga në zonën epicentrale, sidomos në epiqendër dhe në një territor afër epiqendrës rreth 20 kilometra, pastaj vana goditëse është më e vogël shuhet. Ndihet sidomos është ndihet shumë në Tiranë dhe Durrës në katet e larta. Karakteristike është domethënë që tërmete të tilla i tillë është ndier në zonën e Tiranës për arsye të afërsisë që është epiqendra afër Tiranës, por edhe për arsye të sektësisë ose thellësisë e cila ka një thellësi të vogël. 5 kilometra kjo bën që ky tërmet është ndier më shumë, por tërmeti është i vogël, janë tërmete të padëmshme, tërmete që vetëm ndihen nga njerëzit. E qartë, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar apo jo në këtë rast. Po, është një proces normal për vendin tonë, tërmete të tilla, është me aktivitet sismik, këto quhen tërmete të vegjël, është më se normale, s'ka vend për asnjë lloj paniku, për pastaj që ky tërmet është një cikli, domethënë me në sismologji, siç e thonë, me pas goditje që vjen duke shkuar, domethënë që nuk ka seri tjetër ose tërmet tjetër. E qartë. Temperaturat e larta, ndryshimet klimaterike, nuk e di sa mund të kenë lidhje ndoshta edhe me këtë shpeshtim të goditjeve, thatësira nuk e di, a ka vend për shqetësim për goditje të tjera më të forta në të ardhmen? Jo, nuk ka lidhje sepse tërmetet janë procese tektonike që ndodhin në thellësira siç e thash 5-10 apo më shumë kilometra dhe proceset tektonike në thellësi të mëdha nuk kanë lidhje sepse tërmetet kanë ndodhur edhe në nëntor, kanë ndodhur në prill, në gusht, në gjitha muajt e vitit. Për fat të mirë, ky ishte një tërmet i tillë, do me të raportuar nuk pati as fare, kështu që kaloi lehtëshëm edhe ndoshta konsumoj atë radhën e vetë të ciklit, se her pas here do duhet ta presim nga një tërmet, pra e kemi kuptuar edhe këtë që ka një cikël të vetin. Kështu që ndoshta ishte ky tërmeti i ciklit i radhës edhe tani duhet me qetësi të presim edhe do kohë tani të shfaqet një tjetër, apo jo? Po, janë tërmetet vegjël që ndodhin në zonë dhe bën mirë që domethënë thyrje tektonike çlirojnë në formë energjinë e tyre në formë në këtyre tërmeteve të vegjël, domethënë sforcimet çlirojnë në formë në tërmeteve të vegjël, janë karakteristikë për vendin tonë këto tërmete dhe nuk kanë asnjë pasojë, asnjë rrezik. Bukur. Zoti Rapormoni, ju falenderoj shumë për lidhjen, për informacionin që ndat me ne. Si gjithmonë shumë i saktë dhe shumë qetësues. Faleminderit. Ju uroj punë të mbar. Faleminderit shumë.